Edhe pse e kam shkru me unë tash e mbojnë mend që trupi pa jeti babait gjendet në Varrezat në Mekë, bloku 1, numër 428. Tregojnë edhe dëshmitarët atje që haxhiu jon, baba jon, ju ka pri komplet grupit haxhilerëve, ka pas një vullnet, një energji shumë të madhe. Këtë herën e dytë ka marrë iniciativën dhe ka pas vullnetin me shku bedel për prindë e vet, që njëri t'ja kryj haxhin vet dhe ta caktoj një bedel tjetër për prindin tjetër. Entuziazmi, lumturia në fytyrën e tij janë pa kudo që ka qenë. Fjalët e tij të fundit kanë qenë La ilaha illallah, la ilaha illallah. Na kanë pyetur se a dojmë që trupi i tij pa jetë të vinë në vendlindje apo dëshirojmë që t'i autorizojmë që ta varrosin atje, por normalisht kjo ka qenë edhe dëshira e Rahmetliut dhe pa pikë hezitimi edhe ne familjarët vetëse i kemi autorizuar që ta varrosin atje në ato qajt bekuar. Është fal namazi xhenazës pikërisht nga imami i Çabës, ku kanë marrë pjesë me qindra mijëra njerëz, ndoshta edhe miliona njerëz në faljen e namazit të xhenazës së babait. Alaudin, a ka shku babai për herë të parë në haxh këtë vit? Jo, babai ka pas këtë vizitën e dytë që e ka bërë për në Çabe. Ka qenë para 2 viteve dhe ka përfundu haxhin komplet, që është më së miri, dhe lutim Allahun që ja ka pranuar atë haxh dhe është thyer shëndosh e mirë. Pra nuk është që e kemi pikë, sepse gjinja po mendojnë që ka shku për herë të parë dhe nuk ka arrit me përfundu, por jo, baba ka qenë tamam haxhi. Këtë herën e dytë ka marrë iniciativën dhe ka pas vullnetin me shku bedel për prindë e vet, që njëri t'ja kryj haxhin vet dhe ta caktoj një bedel tjetër për prindin tjetër. A mundesh më na tregu momentet e fundit me babain? Çysh ka qenë gjatë kohës së nisjes, çfarë entuziazmi ka pas? Babai për vizitën e tij dytë në haxh, kjo punë vetë se duhet mu koordinu shumë më herët, qysh një vit më herët nga se numri është shumë i kufizum, pra vetë se ka ditë që po e pret dhe po i afrohet dita për vizitën e Çabës. Entuziazmi, lumturia në fytyrën e tij janë pa kudo që ka qenë. Nuk ju ka prit me ardhë kjo ditë, pavarësisht se sot nuk është në mesin tonë. Me entuziazm pa përshkrueshëm, mendje s'ka prit që me ardhë dita, e ka pas edhe dashnin për ato vene të qejta, mirë pa edhe mendjes ju ka prit që me shku edhe me i bo haxhi edhe prindë e vet, me jau qu këtë dhuratë që është dhurata më e vlefshme, që ne vlat mënët me qu për kësaj bote në botën tjetër për prindin e vet. A ka pas ndonjë problema shëndetësor para se me u nis, diçka e vogël që ju ka shfaq? Jo, nuk ka pas as edhe problemin më të vogël, as para se me shku, as kur u shku atje. Baba u kon shumë i shnosh, u kon pas një terapi të mjekut, pas një barë, një ilaçe që nuk mënët pato, deri as sheqerin, as to smujat që i kanë pavarësisht moshatarët e tij që ka qenë i moshës 64 vjeçare, nuk ka pas asgjë, u kon shnosh që thonë të na top. Tregojnë edhe dëshmitarët atje që haxhiu jon, baba jon, ju ka pri komplet grupit haxhilerëve, ka pas një vullnet, një energji shumë të madhe dhe si tregojnë gjithë, buzëqeshja nuk ka mungu as në sekond në fytyrën e tij. Vendi i fundit nga ato vende të qejta që ka vizitu, pra ka qenë shpella Hira, që është shpella ku edhe ka fillu zbritja e Kuranit familjar tek Muhamedi a.s. Pasi që e kanë vizitu edhe shpellën Hira, kanë dalë, ka falë për 2 rekate namaz, ka kërku, ka pi pak ujë dhe ka fillu ta dorëzoj shpirtin tek i Madhi Zot, ku dëshmitarët që kanë qenë me të tregojnë që fjalët e tij të fundit kanë qenë La ilaha illallah, la ilaha illallah. Po besoj Alaudin që në njëjtën kohë sa është dhimbje, është edhe një farlloj krenarie. Patjetër, jo çdo kujt ja mundson Allahu një vdekje të tillë, në kohën që po jetojmë një vdekje nga më të ndryshmet, fatkeqësisht një edhe nga ato që është marrë edhe për t'u tregu, si për moshatar ti, si për çfarëdo moshe, mirë po baba jon na ka bo krenar, sepse ka qenë një zgjedhën e Allahut, që ka zgjedhë Allahu që ta dorëzoj shpirtin në atë vend shejt dhe gjithashtu edhe të varroset në atë vend shejt. Alaudin, a mundesh më na tregu si kanë shku procedurat e varrimit për babain?
Procedurat e varrimit për babain, fillimisht jemi kontaktuar nëpërmes ambasadës së Kosovës, që është në Arabinë Saudite. Na kanë pyetur se a dojmë që trupi i tij pa jetë të vijë në vendlindje apo dëshirojmë që t'i autorizojmë që ta varrosin atje, por normalisht kjo ka qenë edhe dëshira e Rahmetliut dhe pa pikë hezitimi edhe ne familjarët vetëse i kemi autorizuar që ta varrosin atje në ato qajt bekuar. Një falënderim i veçantë shkon për kryetarin e haxhilerëve të Vushtrrisë atje, prirësin e tyne, të nderuamin Hoxh Sedat Islamin, i cili na ka mbajtur kontakt për çdo gjë, na ka thirrë edhe me kamerë, kemi mujtë me pa edhe xhenazën e babait. Na i ka shpjeguar qysh nga ne si muslimanë që kemi edhe procedurën e pastrimit xhenazës, na i ka shpjeguar gjithçka, e kemi parë me sytë tonë që çdo ceremoni dhe çdo ritual është hyrë në mënyrën më të mirë të mundshme. Na ka kontaktuar edhe kur e kanë nisur për në Qabe, ku edhe i është fal namazi i xhenazës pikërisht nga imami i Qabes, ku kanë marrë pjesë me qindra mijëra njerëz, ndoshta edhe miliona njerëz në faljen e namazit të xhenazës së babait. Na ka kontaktuar edhe me kamerë, kemi parë edhe duke e dërguar edhe tek varri i tij, derisa ka përfunduar edhe procedura komplet e varrimit deri tek lutja e fundit. E kemi parë nga afër dhe nuk kemi peshman që me na met pikë pse nuk e kemi parë, por përkundrazi ndihemi shumë krenar sepse jo çdo kënd Allahu e zgjedh dhe ja mundson për me dorëzu shpirtin në ato qajt, por edhe me qëndru trupi i tij për gjithmonë në ato qajt atje. Sot a e dini adresën e varrit të tij? Po, e dim saktë. Ne si shqiptar në bazë që kemi dëgjuar në për llafe, edhe unë vetë nuk e kam ditur deri ditën e djeshme. Kam menduar që personat që ndrojnë jetë dhe i varrosin atje, nuk ju dihet emri, mbi emri, nuk dihet kërkun se ku janë, vetëm se e din parafërsisht se ku mund ta ketë varrin, por ja që mësova që nuk është ashtu, sepse jam i njoftuar edhe sakt për dallim prej neve që i shkruajmë me datat e lindjes dhe të vdekjes, emrin mbi emrin, atje i dallojnë vetëm me numra, sepse kështu e kërkon feja islame dhe është mënyra më e mirë që mos ta rënojmë shpirtin e të vdekurit. Pra e dim sakt edhe pse mi kanë shkruar, unë në momentet e para pas që përfundoj edhe ceremonia të pamjes dhe stabilizohemi pak me çdo gjë, mundësinë e parë komu mundu me shku, sepse ne si musliman e kemi edhe obligim të vizitojmë atë vend shejt, mirë po unë dhe familja ime tani kemi 2 arsye për me vizitu atë vend, sepse edhe vizitojmë vendin e shejt dhe vizitojmë varrin e babit, edhe pse e kam shkruar me unë tash e mbajnë mend që trupi pa jetë i babait gjendet në varrezat në Mekë, bloku 1, numër 428. Pra, kur do që të më jepet mundësia, unë do shkoj të bëj dua pikërisht te varri i babait.